Miq të Radio Televizionit Korça, përshëndetje, siç mund ta shikoni, ndodhemi në Leskovik, në vreshtin Max Mavrut, një mrekulli e natyrës e krijuar nga një familje korçare, dhe sot kam kënaqësinë të kem në një bisedë të ngrohtë profesorin e nderuar Petrajq Sotiri, një nga studiuesit dhe njohësit më të rëndësishëm të vreshtarisë shqiptare. Profesor, përshëndetje. Të bëjmë një hyrje të veçantë. Domethënë, si ka lindur pasioni juaj për vreshtarinë? Pasioni im për vreshtarinë ka ardhur nga babaja. Ai ka qenë tregtar i vogël dhe pronar i një vreshi në Barç. Gjithashtu është marrë me prodhimin dhe tregtinë e verave që përpara luftës së dytë botërore, duke marrë materiale dhe varietete kur nuk mjaftonin, spiqeshin mirë në rrezën e Korçës, në Greqi. Nga kjo ka ardhur dashuria ime për ardhinë dhe deri në gjimnas unë u mora me pjergullat që kultivonja. Vazhdova studimet e larta, atje ras në kontakt me profesor Abedin Qiqin, babaj i kulturave të fruktore të Shqipërisë, themeluesi i kërkimit shkencor në problemet e pemëtarisë, i cili më inkuadroi në punimet shkencore dhe konkretisht unë shpreva dëshirën që ta mbroj disertacionin tim për kultivarët e rushit të Leskovikut dhe të Përmetit, dhe binë Leskovikut dhe të binë Përmetit. Çfarë bën zonën e Leskovikut, profesor, kaq të rëndësishme në kultivimin e rushit? Faktorët cilësor dhe vetë prodhimi standard i verës kërkon të respektohen disa kërkesa themelore parësore, pa të cilat vreshtaria është e destinuar të dështojë. E para, regjimi toksor. Struktura gjeologjike e tokës në të cilën do të jetojë ardhia dhe të zgjedhë nga nën toka ato kripra minerale që do t'i japin pastaj krenarinë, jeshinë dhe specificitetin verës nga ku ne kemi marrë këtë rush. Faktori dytë përveç tokës është faktori klimë. Në përgjithësi temperaturat termike të periudhës dimërore nuk preferohen të jenë shumë të rënda, por vendi ynë dhe sidomos zona e Leskovikut është në zonën vitikole optimale të zhvillimit normal të metabolizmit të ardhivet, me temperaturat të moderuara 10-12 gradë gjatë muajve të dimrit, 8 gradë, rrallë deri në -8, dhe me temperaturat kontrastit ditë-natë në periudhën e maturimit të vjeljes. Pra, në periudhën e vjeljes, prodhimi duhet të jetojë çështjen e temperaturave. Ta rregulloj natën me diferencë 15 gradë. Nëse temperatura ditore është 20 gradë, 25 gradë, atëre temperatura e rushit që do të nënshtrohet vinifikimit duhet jetë 15 gradë diferencë me e ullët. Okej, në vreshtin që ndodhemi aktualisht, ka rreth 6-7 varietete rushi. Cili është më cilësori sipas jush? Elementi i tretë i strukturës i piramidës prodhimit cilësor, përveç tokës dhe klimës, është varieteti, biologjia. Varietetet e rushit kanë gjetur vetën në fazën e krijimit të këtyre disa milion vjet më parë, dhe ne sot kemi varietete rushi që janë të dokumentuara dhe 5000 vjet para epokës së re. Këto, për këtë periudhë, kanë përpunuar faktorë metabolik, gjenetike, kanë përshtatur dhe pasuruar ADN, bazën, në unitet me klimën dhe me tokën. Dhe faktori i katërt, kryesor, është pastaj teknologjia. Teknologjia e vreshit është ndërlikuar, sepse lidhet jo me anën estetike, por lidhet me anën funksionale fiziologjike. Kur themi që ne do të krijojmë një vesht, ne duhet patjetër që të gjejmë një territor me kripra minerale, me strukturë minerale dhe me strukturë
fiziko-kimike të përshtatshme për sistemin rinjor, që ajo të marrë maksimumin e lagështisë dhe të kriprave të tretura në te. Në thasirën e madhe, kur sistemi rinjor largohet nga kontakti i ujit, atëre fillon pamundësia për të tërhequr lëndët minerale. Ka këto karakteristika vreshti Max Mavrut ku ne ndodhemi aktualisht? Vreshti Max Mavrut, përveç këtyre ka disa gjërat edhe më të mira, përveç se i ka të mira këto, sepse ai ka respektuar vreshtin në një zonë tipike, ku mundet ne të nxjerrim vera autoktone tonat, shumë më të mira nga ato që na serviren me çmime fantastike të kripura në restorantet. Neve duhet të futemi në Në fakt është një çështje delikate, cila unë kisha përgatitur dhe një pyetje më vete. Cila është sfida më e madhe për verën shqiptare për të bërë emër në botë? Sfida më e madhe shqiptare për të bërë emër është strategjia reale që duhet të ndërtoj shteti, preokupimi më i madh që duhet të kushtoj qeveria, specializimit të zonave ku të mbitet vreshtaria, duke zgjedhur zonat optimale, siç e thamë lart, dhe jo duke e shpërndarë fondin në parcela të vogla dhe jashtë destinacionit. Garanci për të dalë të rregull tonë duhet jetë kultivari autokton, duhet plotësojë elementet fiziko-kimike të verave që vendosen edhe aromat, edhe ngjyra, edhe vlera dietike gjatë periudhës maj-tetor. Prandaj nuk është e çuditshme këtu që këto karakteristika këtu ne i gjejmë. Dhe çështë kryesorja, pikpamjet funksionale administrative të vreshtarisë. Duhet krijohet bindja se vera bëhet në vresht. Dhe ai vresht që nuk ka varietete të mira, është i dalë me fëmijë rrugajshër. Ose atje ku mungon kantina, vreshti është si nëna pa fëmijë. A mund na i thoni varietetin? Unitetit vresht dhe ardhi duhet të kryet dhe të njëjtën ekonomi. Nuk mund të ketë ali kantina që përpunojnë me rusht të çfarëdoshëm, sepse del dhe treka ju e merr, ose e ka dëgjuar, marrin rusht në Maqedoni, në zonat të tjera jashtë Shqipërisë, por të quhet prodhimi autokton, për të cilën neve punuam 60 vjet, dhe sot jemi në një situatë të tillë që neve e humbëm këtë germoplazmë, këtë pasuri gjenetike, dhe duam ta fillojmë. Me që jemi këtu, profesor, nga studimet tuaja, nga vizitat që bëni shpesh në vendet e ndryshme të Shqipërisë, si ju duket, a ka interesim nga brezi i ri për ta trashëguar këtë kulturë pra nxjerrjen e verës autoktone? Brezi i ri është i shkëputur nga këto interesa, sepse me këto interesa nuk e lidh dot të ardhmen e tij. Është shkolla, është shteti që stimulon, që hap institucione, siç kemi pasur, ku të bëhen studime, ku këto studime të institucioneve tona t'i çojnë prodhime të gatshme. Ne nuk kemi një institut të kërkimesh që e kishim. Ne nuk kemi një universitet me laborator dhe me studime që e kishim. Atëherë, si të ta ketë dashurinë ai? Agronomi ynë merr një kulturë të përgjithshme, specializohet në vreshtari, por ai nuk e njeh fare verën. Si do të krijojë një vreshtin e mirë, kur ai nuk e di se çfarë të mirë do të japë? Çfarë mund të bëhet për këtë? Për këtë shteti duhet të riorganizojë strukturën e edukimit profesional. Të krijohet shkolla profesionale e mesme dhe kualifikimi i lartë universitar në universitet. Organizimi i sistemit të mass medias, të reklamës, të botimeve, të debateve, të artikujve, organizimi i ekspeditave jashtë shtetit, në vende që kanë njohje botërore
me plot të drejtë, siç është Italia, Spanja, Për të fituar eksperiencë. Austria, Zvicra, kemi ku bari. Profesor, ne jemi në Leskovik, në vendin ku ndoshta prodhohet rushi më cilësor për prodhimin e verës. Në qoftë se do ta përshkruanit vetëm me një fjalë të vetme verën e Leskovikut, çfarë do zgjidhni? Vera e Leskovikut përfaqësohet nga shumë popullata. Kemi një verë për shembull që mund ta bëjmë thjesht nga Sheshi në Tiranë. Një verë që mund ta bëjmë nga Vloshi në Vlorë. Po që të kemi një varietet që ta bëj verën të përqyeshme me tërë parametrat enologjike, në Leskovik është shumë e vështirë. Këtu tani dyloj rreshtaria e specializuar e varieteteve autoktone. Leskoviku është qendër sekulltare gjenetike e përmirësimit dhe origjinës së ardhisë. Prandaj ne duhet të punojmë në funksion të kapjes së formave më të mira të këtyre klonëve të individëve, që ne të pakën të kemi një varietet rushi të pastër, që të themi për një verë të pastër për këtë varietet. Jo që është vetëm Leskovik, se këtu Leskovik çdo rush mund të piqet. Po jo çdo rush ruan vlerat e tija. Dhe më i miri është Debila e Leskovikut, Debila e Përbetit, Koteka, Kryqëzi, Sinobeli, Bjatësi, Qereshniku, që i kemi fshatarët e dilë, i kanë laborin e tyre, por duhet i ketë tali maksi në laborator këto, të prodhoj me mikrovinifikim, klorit më të mirë që i pëlqen dhe atë të shtoj me markën që duhet dhe me propagandën që kërkohet në tërë botën. E kuptoj. Profesor, unë duke përfituar nga rasti që ju kam këtu, por padyshim mendoj që do jetë me interes mjaft të veçantë edhe për shikuesit që na ndjekin. Ju personalisht, cilën verë preferoni nga këto shqiptarët? Cilën verë shijoni? Unë me verat jam mësuar që fëmijë ma bënte përshesh në ime verë. Mushtin. Edhe preferoja mushtin që ishte jebël në atë kohë. Kur filloi pjekja dhe dëgjoja babën tem, edhe bënin bizeta, fillova dhe unë të zgjidhja. Dhe bitë gjitha unë jam 19 vjeç tani. Dhe i kam, si thua, qarta shumë gjëra që kishin mbetur dhe mi kanë treguar dhe ata miqtë e mi që janë më të vjetër nga unë, kantinët tonë e vizitonin ushtarët italianë. Vinin blenin italianët. Edhe u bëj një potere një natë, se dera ishte mbyllur dhe zgjetën verë. U ndodh një kolonel italian, ishte inxhinier rrugësh, që e njihte verën, i tha, ndjema shkoni, hajde një ndesër këtu, mos bëni i zhurmë. Baba jemi ja u hapi derën, hajde në pili. U qetësuara nga gjakrat, ju dha nga një shishe verë, dhuratë, kur të vini, këtu e keni. Më fali, thot kapitenit, që ishte revoltuar, thotë, unë, që ditën, ju e keni verat të fashme italianët, keni Chianti. Thot, nga që ditë, thot. Duqja e sjellë Chianti këtu për ushtarët, jo për le fisnikët. Ata filluan të pëlqenin verë dhe Korçës dhe jo të Italisë. Edhe sot ky ekziston. Ka shumë vera që janë fare pa emër atje dhe që gëzojnë në një farë. Nuk na thatë, ju kë shijoni më tepër? Nga verat më të mira që neve kemi nxjerrë ka qenë sheshi i zi. 1. Sheshi i bardhë 2. Serina e bardhë dhe serina e zezë e Korçës. Debila e bardhë dhe kryqëzi i Leskovikut, i Përmetit. Këto janë një pasuri e madhe. Këtu të përqendrojmë ne që ndërmarrja të prodhojë jo një kuntal verë toka, ashtu debinë, po të prodhojë 100.000 shishe, që ti qoj jashtë, me 50 shishe të tjetu. Profesor, dhe për ta mbyllur tani, në moshën që jeni aktualisht, a ka dhe një projekt apo një plan për një studim tjetër nga ana juaj në vreshtaritë shqiptare? Jo, planet për studimit perspektiv të vreshtarisë, për fatin e mirë, kanë kaluar në dorën time edhe
si pedagog në universitet edhe në Akademinë e Shkencave, ku unë kam bërë studime të plota për të punë, për strukturën varietore, për rajonizimin e teritorit, që shteti të planifikojë mbjelljen në ato zona që realizohen këto, jo në ato që realizohen. Tani vinë ndihma nga jashtë, edhe o bura jepi tani kredi një filan fshati, liberat që s'ka asnjë vlerë, që s'bën verë, që s'ka kaltet vlerë. Kështu që duhet të rregullohet nga Ministria e Bujqësisë kjo punë, duhet që në universitet të hapet kursi i edukimit profesional, që agronomët e frutikulturës, të forestave, duhet një herë në vit të zhvillojnë kurse kualifikimi, që duhet të shkojnë për eksperiencë. Edhe unë kam bërë një udhëtim të lodhshëm në Evropë me enologjinë e Algjerisë, me Francën, me Austrinë, me Turqinë, me Greqinë, me Italinë, me Kilin. Të gjithë luftojnë për krenarinë e tyre. Patjetër. Ta bëjnë edhe ne këtë. Shpresojmë shumë dhe urojmë që tradita e nxjerrjes së verës autoktone shqiptare të vazhdojë gjithmonë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që u kishim në këtë bisedë, profesor, patjetër një kënaqësi e veçantë për gjithë shikuesit e radio televizionit të Korçës. Duke ju falenderuar, ju urojmë gjithë të mirat. Faleminderit dhe ju. Përshëndet.